Kulla Sulejman Vokshit në Gjakov ka filluar të marrë formë pas nisjes së punimeve restauruese. Aktualisht 2 pjesë të objektit janë duke u rinovuar dhe restauruar në kuadër të një projekti të rëndësishëm për ruajtjen e trashëgëmisë kulturore. Nga Qendra Rajonale për Trashëgëmi Kulturore në Gjakov bëjnë të ditur se investimet për restaurimin kanë nisur me 15 shkurt 2025. Projekti financohet nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit të Kosovës, e cila ka bërë të mundur ndërhyrjet në pjesën e jashtme dhe të brendshme të kullës, me synim ruajtjen e strukturës origjinale dhe rikthimin e vlerave historike. Punimet pritën të zgjasin deri me 1 mars të vitit 2026, ndërsa shuma investimeve ka për vlerën mbi 237.000 euro. Ky projekt konsiderohet një hap I rëndësishëm drejt rivitalizimit të një prej monumenteve historike më të rëndësishme të qytetit.